Mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka shpallur të dielën ditë zije për të nderuar viktimat kosovarë në sulmin terrorist të Munihut. Kreu i shtetit tha se ky akt i dhunës ka prekur zemrat tona dhe ndërgjegjen e Evropës. Thaçi ka ngushëlluar familjet e viktimave duke theksuar se ai dhe populli i Kosovës përkulen para tyre. Thotë se të vrarët në Munih janë heronj të luftës dhe lirit dhe vlerat e përbashkëta në Evropë. Liderët institucional të Kosovës kanë shprehur ndjenjen e dhimbjes për humbjen e jetëve të 3 rinjve nga Kosova në sulmin e mbrëmshëm në Munih të Gjermanisë. Ata kanë ngushëlluar familjet e viktimave dhe kanë dënuar aktin e vrasjes së 9 personave dhe plagosjes së 27 të tjerëve nga një 18 vjeçar me preardhje iraniane. Armela Segashi, Sabina Sulaj dhe Diamant Zabërgja, shtetas të Kosovës, janë në mesin e viktimave të sulmit të mbrëmshëm në Munih të Gjermanisë. Vdekjen e tyre e kanë konfirmuar edhe familjarët. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës bëri të ditur se konsulata e Kosovës në Munih ka konfirmuar mëngjesin e sotëm nga policia gjermane dhe familjarët se 3 të rinj shqiptar kanë humbur jetën gjatë sulmit të mbrëmshëm në një qendër tregtare në Munih. Të tronditur nga sulmi terrorist, Ministria e Punëve të Jashtme shpreh ngushëllimet më të thella familjarëve dhe qëndron pranë tyre në këto momente të vështira për ta dhe gjithë komunitetin shqiptar kudo në botë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe ambasada në Gjermani është në shërbim të familjeve dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës të prekur mbrëm nga kjo ngjarje shokuese dhe e dhimbshme, thuhet në komunikat. Ministri i Jashtëm Enver Hoxha është shprehur në profilin e tij në Facebook se është shokuar për humbjen e jetëve të 3 shtetasve të Kosovës në sulmin e Munihut. Pa fjalë për humbjen e jetëve të rinjëve kosovar në sulmin e mbrëmshëm terrorist në Munih. Akt barbar që nuk zgjedh moshë dhe etni, ja me familjet në këto momente dhimbjeje. Sulmi në Munih në të cilin u vranë 3 të rinj kosovar i preku edhe udhëheqësit e shtetit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nëpërmjet Facebookut shpreh dhimbjen e thellë për sulmin e mbrëmshëm. Thaçi tha se lajmi për kosovarët viktima të sulmit terrorist në Munih është shokues dhe ka prekur tërë vendin. Gjersa pres lajme të reja zyrtare, Kosova i ofron çdo ndihmë Gjermanisë për të përballuar këtë makt. Sikurse që sot bashkohemi me këtë dhimbje, ashtu bashkohemi në dënimin dhe luftimin e çdo forme të terrorizmit, ka shkruar presidenti Thaçi. Edhe kryeministri Isa Mustafa i ka ngushëlluar familjarët e viktimave, si dhe popullin e qeverinë gjermane pas vrasjeve në Munih. Jemi të shokuar nga ngjarjet që kanë ndodhur mbrëm në Munih, ku humbën jetën shumë njerëz të pafajshëm në mesin e të cilëve edhe 3 të rinj shqiptar. Në emër të qeverisë dhe të popullit të Kosovës, i kam shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjeve të 3 të rinjeve shqiptar dhe familjarëve të gjitha viktimave në këtë sulm tragjik, ka shkruar kryeministri Mustafa. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, nëpërmjet një deklarate në Facebook, shpreh dhimbjen e thellë për viktimat e krimit të mbrëmshëm në Munih të Gjermanisë. Ndjejmë dhimbje të thellë dhe shprehim indinjatën tonë për krimin makabër që u mori jetën 10 qytetarëve të pafajshëm në Munih, në mesin e të cilëve edhe 3 bashkëdhetar tanë. Shpreh solidaritetin tim dhe të Kuvendit të Kosovës me shtetin dhe popullin gjerman, duke konsideruar se sulmet e tilla të tmerrshme nuk do të mundin të ndryshojnë vlerat tona të përbashkëta dhe mënyrën tonë të jetesës, ka thënë kryetari Veseli. Edhe ministri i diasporës Valon Murati e ka dënuar ash për sulmin e mbrëmshëm në Munih të Gjermanisë. Pas Nicës, Stambollit, Parisit e Brukselit, u sulmua Munihu, ku gjetëm vdekje dhe 3 bashkëdhetar tanë të rinj, që ne i presnim me shumë gëzim e dashuri të vinin në atë dhe. Mendimet tona janë tek familjet e viktimave, gjithë bashkëdhetarëve tanë dhe popullit gjerman. Sot ne të gjithë bashkëndjejmë me viktimat, Diamant, Sabina, Armela. Ju gjithmonë do t'jeni në mendjet dhe zemrat tona. Gjatë sulmit të mbrëmshëm në Munih të Gjermanisë, u vranë 9 persona dhe u plagosën 27 të tjerë, 3 prej të cilëve rënd. Autori i sulmit dyshohet se është një 18 vjeçar iranian me shtetësi gjermane.
Edhe krerët e shtetit të Shqipërisë dhe liderët partijak kanë reaguar ndaj masakrës në Gjermani, ku humbën jetën edhe 3 të rinj nga Kosova. Kryeministri Edi Rama i ka cilësuar trishtim të thellë jetët e humbura në sulmin barbar të Mënihut, duke shprehur solidaritet me Gjermaninë mike. Ndërsa kryetari i Kuvendit Ilir Meta bashkë me ngushtimin për familjarët shqiptar thekson se është koha që të reflektojmë dhe të veprojmë si një bashkësi e së mirës ndaj së keqes. Presidenti Bujar Nishani ka dërguar një mesazh ngushëllimi homologut gjerman duke dënuar akte terroriste në Mënih. Edhe kryetari i PD-s Lulzim Basha ka reaguar i tronditur nga ngjarja në Mënih, duke shprehur ngushëllimet e thella familjeve Sulej, Segashi dhe Zabërgja. Policia gjermane ndërkohë bëri të ditur se vrasësi i Mënihut ishte një student i pasionuar pas armëve, ndërsa nuk ka pasur lidhje me grupin e Shtetit Islamik. Për shkak të faktit se dje ka qenë 5 vjetori i sulmit të Andreas Breivikut në Norvegji dhe se Dorasi ka qenë interesuar për vrasje, mendoj se mund të supozojmë se ka lidhshmëri me Breivikun. Lidhja është e dukshme, kështu ka deklaruar sot shefi i policisë së Mënihut, Hubertus Andrea. Nga ana tjetër, drejtuesi i zyrës bavareze për hetimin e veprave penale Robert Heimberger ka deklaruar se nuk ka fakte se Dorasi nëpërmjet Facebookut ka ftuar njerëzit të vinë në McDonald's për të marrë artikuj gratis. Policia ka konstatuar se vrasësi ka pas trajtime psikiatrike dhe se me gjas ka qenë edhe një revolverist i vetmuar i cili nuk ka pas lidhje me Shtetin Islamik. Tek ai janë gjetur 300 fishek. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka kërkuar nga zyrtarët hetim të këtij sulmi i treti me radhë në Evropën perëndimore brenda 8 ditëve. Të hyrat e doganave të Kosovës deri në këtë periudhë janë 528 milion euro, apo 6% mbi parashikimin bërë të ditur për Radio Televizionin 21, drejtori i doganave të Kosovës Lulzim Rafuna. Në bisedë me kolegun Batir Sakolli, Rafuna thot po ashtu se marrëveshja e stabilizim asociimit ka ndikuar në rënje të hyrave buxhetore. Drejtori është bërë një punë e madhe në reformimin e doganave të Kosovës, por edhe në luftimin e korrupsionit. Si ka të rrjedhur këto dy procese? Numrat ose shifrat, statistikat na tregojnë që kjo ka qenë një reformë shumë e suksesshme, një reformë e cila ka pas për objektiv që doganën pas një periudhe për 3 vjeçare në regres ta kthej në progres, një reformë e cila ka pas për qëllim që të jetë sa më afër tatim paguesi dhe ne ta orientojmë doganën në një doganë pro business oriented, që është një koncept i ri që zhvillohet në të gjitha doganat moderne dhe në të njëjtën kohë ta luftojmë korrupsionin së dukurit negative që mund të ndodhin në doganën e Kosovës. Vetë shifrat, vetë numrat e rezultatet e mbledhjes së të hyra, rezultatet e luftimit të kontrabandës, rezultatet e luftimit të korrupsionit, si suspendimit të oficerëve doganor, po ashtu dhe numri i oficerëve doganor që kanë kaluar për procedura të ndryshme disiplinore gjatë këtyre 3 vite tregojnë që kjo ka qenë. Sa është numri? Po në qoftë se marrëm vetëm këtë 6 mujor, vetëm këtë vit për shembull, që janë numrat më të freskët që i kemi, deri më tani janë të suspenduar 9 oficer doganor, ndërsa kanë kaluar për procedura të ndryshme disiplinore 25 oficer doganor për lëshime të ndryshme. Megjithatë është bërë një punë e madhe në modernizimin e pikave kufitare, po këtu çfarë mund të thoni si po rrjedhin punët? Sa i përket procedura doganore, ne kemi bashkë me reformën kemi marrë veprime që t'i thjeshtësojmë në minimumin e mundshëm të gjitha procedurat, ta eliminojmë diskrecionin e oficerit doganor dhe në anën tjetër të shtojmë kontrollën në pikat ose në profilet e rrezikut që ne i vlerësojmë me profil të lartë. Ndërsa sa i përket infrastrukturës në tërësi, tani fal dialogut të Brukselit që jemi negociatave në Bruksel, në bazë të konceptit të menaxhimit integruar të kufirit, gjitha pikat që i kemi me Republikën e Serbisë shumë shpejt do ndërtohen objektet moderne, objektet të cilat mund të hasen vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, ku do të ketë hapësirë të mjaftueshme për 3 institucionet që veprojnë kufi, që të kryjmë detyrat tona të përditshme që i kem, dhe me Republikën e Shqipërisë po ashtu, sipas projektit të IPA 2016 të Shqipërisë, së bashku kemi bërë një plan për Vërmicë, dhe besojmë që shumë shpejt edhe atje do të fillon ndërtimi një objekti ku edhe si infrastrukturë do të kemi hapësirë të mjaftueshme dhe kushte të mjaftueshme për të kryer detyrat tona. Sfida më thotë mbetet funksionimi i doganave në veri të Kosovës.
si po rrjedhët je puna rreth funksionimit doganave dhe bashkëpunimit me palën sërbe? Po, momenti i parë, ose momenti ta quajmë kështu më i madh i joni që ka ndodhur, ose më e rëndësishme ka qenë në vendosja oficerëve doganor në ato dy vendkalime doganore në Jarinje dhe në Bërnjak. Të gjitha procedura doganore që i zhvillohen ato dy vendkalime janë sikurse në çdo vendkalim tjetër, nuk ka asnjë dallim të vetëm, aplikohet legjislacioni Kodit Dogana dhe akcizës dhe legjislacioni tjetër. I vetmi dallim është që për shkak largësisë dhe nuk kemi mundësi që t'i dërgojmë madrat të cilat konsumohen në veri, nuk kena mundësi që t'i dërgojmë ndonjë terminal doganor në pjesën jugore për shkak largësisë shumë të madhe, se duhet prej kufirit të vije në pjesën jugore të Mitrovicës, ku kemi terminalin doganor Mitrovicë, dhe të kthehet prap, domethënë në pjesën jugore. Për këtë arsye, në bazë prap konkluzioneve të dalë nga Brukseli, dialogu i Brukselit, ne jemi pajtuar të gjitha këto madra t'i zhdoganojmë në vendkalime doganore në kufi atje, për aq sa ekzistojnë kushtet dhe gjitha pagesat kryen në bankën e cila gjendet në pikën kufitare në Jarinje. Me hyrjen e fuqi të marrëveshjes stabilizim asociimit, ka rënje të taksave doganore në Kosovë? Po, marrëveshja stabilizim asociimit ka hyrë në fuqi prej 1 prillit të këtij viti dhe deri më sot, deri me datën 19, totali i lirimeve të përgjithshme nga kjo marrëveshje është 8.300.000. Nga tatimi doganor që liru madrat të cilat të importu me origjinë të Bashkimit Evropian, pak a shumë jemi në parashikimet tona që për një vit do t'i kemi 25 deri në 30 milion më pak të inkasuar nga tatimi doganor për madrat që importohen nga Bashkimi Evropian. Me gjithë marrëveshjen e stabilizimit asociimit, numri i automjeteve që në Kosovë si të reja ashtu 10 vjetra po rritet. Po, në fakt, këto kanë dominuar, me momentin që ka hyrë marrëveshja stabilizim asociimit në fuqi, ka dominuar automjetet e reja, ku kemi një ngritje në përqindje të sasisë prej 84% më shumë automjete të reja të importume dhe të zhdoganume se sa që kishëm vitin e kaluar. Për shembull, derisa vitin e kaluar kishëm në këtë periudhë 581 vetura të reja. Tani kemi 1073 vetura të reja që janë importu dhe janë zhdoganue sipas marrëveshjes së stabilizim asociimit. Për arsye se marrëveshja së stabilizim asociimit veturat që importohen sipas kësaj marrëveshje janë të liruar nga tatimi doganor, nga 10%, ndërsa me vendim të qeverisë të gjitha këto vetura të reja të cilat janë 00 nuk i nështrohen as pagesës së tatimit të akcizës, çka do të thotë që këto vetura i nështrohen vetëm tatimit të vlerës së shtuar. Po ashtu, vlen të potencohet që kemi edhe rritje të veturave të përdorura ose veturave të vjetra si quajmë na, ku kemi një përqindje prej 42% më shumë import të veturave të vjetra të importume, edhe pse këto vetura nuk lirohen sipas marrëveshjes së stabilizim asociimit, mirë po e kanë shkallën e reduktuar prej 10% sa kanë paguar deri më 1 prill. Në momentin që ka hyrë në fuqi marrëveshja së stabilizim asociimit, këto vetura i nështrohen pagesës prej 9%. Domethënë për 1% është tatimi doganor i reduktuar te këto vetura, ndërsa tatimin e akcizës e paguajnë varësisht prej kubikazhës dhe vitit të prodhimit. Tema e këtij edicioni është edhe fushata e kurrieshirjeve. Kolegu Bujar Fresi ka veçuar një pjesë të bisedës me Jusuf Cikaçin, kryetarin e Komisionit për monitorimin e fushatës së kurrieshirjeve të Ministrisë së Bujqësisë. Biseda është shkëputur nga emisioni ynë Standardi ynë. Zoti Cikaçi, si e vlerësoni dinamikën e kurrieshirjeve, si dhe rendimenti që po arrihet si vjet? Janë paralajmërimet se do të kemi rendiment të mirë, po çka në fakt raportohet nga drejtoriet komunale të bujqësisë, si është rendimenti si vjet? Rezultatet e para të morën nga tereni për fushatën e kurrieshirjeve të vitit 2016 janë shumë të mira, ashtu siç edhe është planifikuar. Neve me kohë kemi bërë planifikimet për realizimin e suksesshëm të fushatës kurrieshire, mirë po kanë qenë edhe planifikimet duke bazuar në mostrat e mora në terren se çfarë rezultate, çfarë rendimente parafërsisht mund të pritën këtë vit. Dhe deri më tani, domosdoshmë këto rezultate janë ato të pritshme nga ana jonë. Informacionet nga terreni që i kemi marrë nga veturit komunale për bujqësi që i kemi palën e parë me interes në kontakt, komisionit e komuniteteve që formohen në për monitorimin e fushatës së kurrieshirjeve që formohen në për vetë fshatrat, kontaktet që kemi drejt për drejt edhe me autokombanjerët, me pikat grumbulluese, edhe të gjitha e tregojnë që rendimenti si vjet është më i mirë se sa vitin e kaluar dhe i pritshëm ashtu se si është planifikuar. Deri më tani, rezultatet që kemi marrë nga tereni për disa komune, në të cilat vetëm ka përfunduar fushata kurrieshirjeve, e në disa të tjera është mbi 90%, në disa komuna tjera është rreth 50%.
Atëherë themi se rendimentet po lëvizin nga 4.000 deri 4.500 rastet të veçanta kemi, duhet potencuar me interes, rastet të veçanta në parcelat e saktuara kemi edhe rendimenta rekorde 7.000-8.000 kg. Në përgjithë flasim për parcelat individuale edhe të caktuara. Ka edhe parcela që është rendimentin nën 4.000 hektar, nën 4.000 kg për hektar, për këtë arsye gjendet rendimenti mesatar dhe neve shpresojmë që ky rendiment mesatar i këtij viti për drithat e bardha në veçanti për kulturën e grurit do të jetë brenda mesatarave që ekzistojnë në Republikën e Kosovës, e që këto mesatarë janë nga 3.200 që është rendimenti më i dobët që është arritur deri në 4.600 që është rendimenti rekord i cili arritur në vitin 2011. Ne jemi shumë të sigurt që do të jemi mbrana kësaj mesatare, por çdo herë duke synuar nga më e larta që shpresojmë të jetë dikun në mes 4.000 deri në 4.500 kg, por gjithsesi të fundit do ta kemi pasi ta përgatitëm raportin përfundimtar për monitorimin e fushatës së korrishile. Dhe në fund ndoshta nevojitet edhe një sqarim për ata që nuk e kanë informacionin e saktë, kush e dikton çmimin e tregut të grurit, sepse ka mjaft ankesa nga tereni, nga fermerët se çmimet janë si vjet të ulta, po kush në fakt e dikton, cakton çmimin blerës të grurit po si vjet? Po neve ku thash kemi bërë përgatitje për fillimin e fushatës së korrishireve, i kemi munduar që të përmbledhëm gjitha dhe dalëm mes qarime që mos të keq kuptime, mos informimit të drejta tek fermerët, tek autokompanjerët dhe të gjitha palët tjera. Në atë takim të përbashkët, kemi marrë me gjitha drejtorit komunale për bujqësi, neve e kemi bashkë biseduar dhe kemi dalë me disa rekomandime. Njëri prej rekomandimeve ka qenë të çmimi i korrishireve. Dhe pastaj më ne ka pasur reagim se pse nuk e ka caktuar ministria edhe drejtorit komunale çmimin. Ne kemi dhënë sqarimin. As Ministria e Bujqësisë, as drejtorit komunale për bujqësi nuk mund të përcaktojnë çmim. As të shitjes së produktit, po as të korrishireve. Ne ka tas po flasim për çmimin për korrishire. Ne atëherë kemi dalë me një rekomandim duke i analizuar disa faktorë. Çmimin e naftës, gjendjen e gronajave, çmimin e pjesëve rezervë, të këmbimeve që duhen, edhe kemi thënë se një çmim i arsyeshëm do të ishte 100 euro për hektar, po ka qenë në formën e propozimit, duke ditur të drejtën që nuk kemi të drejtë të vendosim për çmim. Ne ta gjëm pastaj më njëherë pason nga ona fermerëve që është si forma ankese, pse disa vite më radhë ne bëjmë sqarimin se përcaktimi i çmimit të produktit, në këtë rast të grurit, të shitja e grurit. Po potencojmë prapë, siç e kemi potencuar disa herë, nuk ka të drejtë institucionin, ka thasë Ministria e Bujqësisë, po as institucionet tjera ta bëjnë përcaktimin e çmimit. Përcaktimi i çmimit në ekonominë e tregut lirë vjen si rezultat i ofertës edhe i kërkesës, që në këtë rast nuk kupton dy palët, fermerët që prodhojnë, këtë rast grurin, dhe tregtarët ose pikat gumulluese të cilat e blejnë grurin, e që kryesisht çmimi diktohet nga beza botërore, sepse Kosova ka pak sipërfaqe, po edhe shtetet e rajonit që janë parreth nuk janë diktues të çmimit. Diktues të çmimit janë shtetet që prodhojnë sasi të madhe të grurit dhe e përcaktojnë bezën botërore dhe bazuar në atë bezë bëhet edhe shitja e grurit edhe në Republikën e Kosovës. Përgjimtarët anës këtë verë nuk janë të kënaqur për trajtimi institucional që bëhet gjatë kohës sa qëndrojnë për pushimin në Kosovë. Po tjera që ta kërkojnë heqjen e policave të sigurimit pasi nuk kanë marrë asnjëherë shpjegime se ku përfundojnë mjetet nga këto polica. Kam pagu policën e sigurimit 35 euro për 2 muaj, përpara ka qenë 110 euro, se unë kam marrë rregullisht për 2 muaj. Tash 35 euro është vogël dhe mu më do këtë diçka absurde të paguhet i sigurimit cili faktikisht nuk është sigurim. Bashkombasit që gjatë pushimeve vinë në Kosovë nga vendet të ndryshme, ankohen për trajtimin që u bëhet. Edhe mërgjimtari Lulzim Muqa i kërkon shpjegim për paratë e policave, të cilët ai paguan sa herë që vjen me veturë në Kosovë. Unë kam pas dëshirë që këto mjetet shkojnë në një destinacion të caktuar, që ne si mërgjimtar ku dim të shohmi me ato lekë se çfarë është ndërtuar. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i kompanisë së sigurimeve Siguria, Rahim Pacolli, i ka bërë apel publik qeverisë, kryeministrit të Kosovës dhe kryeparlamentarit për heqjen e policave kufitare, duke filluar nga një gushti këtij viti dhe qeveria të marrë përsipër barren e pagesave të dëmeve, që shkaktohen nga veturat e mërgjimtarëve. Ish delegatët e Kuvendit Kosovës të vitit 1990 ende po e presin pensionin suplementar për cilin kanë filluar diskutimet vite më parë. Kryetari i atëhershëm i Kuvendit, Ilyas Ramajli, thotë se disa prej ish delegatëve jetojnë në kushte të rënda, ndërsa një pension i tillë do t'u ndihmonte shumë. Qysh në vitin 2010 kanë filluar diskutimet për një ligj për deputetët. Në projekt ligjin e atëhershëm ishte parapar që përfitimet nga ky ligj t'i gëzojnë edhe deputetët e viteve të 90-ta.
Mirë po ndërkohë ka ndryshuar rrethanat dhe është thënë se për përfitimet e ish-deputetëve do të miratohet një ligj i veçantë. Ky ligj u aprovu prej kuvendit, mirë po ma vonë, siç e dini, gjykata kushtetuese e shpalli këtë ligj si antikushtetues. Vitin 2013 fillon iniciativa e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Republikës Kosovës. Na kanë ftu të marrim pjesë dhe të ndihmojmë në përgatitjen e normës ligjore sa i përket deputetëve, delegatëve të vitit 1990, në mënyrë që edhe ata të gëzojnë një pension suplementar. Ramajli thot se ligji nuk ka marrë aprovimin e fondit monetar ndërkombëtar për shkak se ngarkon buxhetin e Kosovës. Ai ligj ka mbetë në procedurë, nuk e di në cilën fazë është dhe a do të bijet ndonjëherë. Bazë të informatave jo zyrtare, ligji është përgatit, por nuk ka aprovimin e fondit monetar ndërkombëtar që një ligj i tillë të aprovohet, i cili e ngarkon buxhetin e Kosovës. Ish-delegatët ndërkaq kanë shfrytzuar rastin që në 26 vjetorin e deklaratës kushtetuese të kërkojnë nga kryetari i Kuvendit të Kosovës të bëhet një zgjidhje. Bile përkundër kësaj asnjëherë nuk është vënë pyetje për kujdesja për një gjendje sociale të dinjitetshme, kujdesit shëndetësor e material të këtyre antarëve që në gjallë kishme qenë mirë që të trajtohet në organet e Kuvendit të Kosovës. Ndërsa kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, një herë është deputet i LDK-s Hermend Zemaj, tha se ligji për ish-deputetët është në procedurë sipër. Neve jemi në procedurë të hartimit të ligjit për Kuvendin, ku këtu kemi parapat që të hyjnë edhe të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Në kuadër të kësaj është edhe pensioni i deputetit, cili mbulon edhe legjislaturat e vitit 90. Sipas Zemaj, kjo çështje duhet të zgjidhej kohë më parë. Neve kemi dërguar shkresën te Ministria e Financave për shkak të kostos buxhetore, kemi pas disa dilema mes neve dhe ministrisë për shkak të numrit të deputetëve dhe për mbledhjes së përgjithshme, por mbi të gjitha është rregulluar. Delegatët e përbërjes së Kuvendit të Kosovës, legjislatura e vitit 1990, pjesëmarrës në mbledhjen e 2 korrikut dhe 7 shtatorit 1990, ishin gjithsej 111, prej tyre 29 nuk jetojnë më. Në kuadër të federatës, Komuna e Gjilanit dhe donatorët vunë themelin e shtëpisë për një familje skamnore në Zhegovec të kësaj në Vërbis të Zhegovcit në fakt, me që rast bënd të ditur se dhe 38 shtëpi tjera janë në listë për ndërtim, dërsa është rritur edhe numri i qytetarëve për të ndihmuar skamnorët. Burhani Sufi nga Verbica e Zhegovcit po bëhet me shtëpi të re. Ai me familjen e tij deri tash ka jetuar në gjendje të mjerueshme banimi. Komuna e Gjilanit së bashku me donatorët vëllezërit Burhan dhe Basri Hyseni vun sot themelin e ndërtimit të shtëpisë. Kom jetu kushte vështira, më ka pikë shtëpia, të na ond. S'kom pas s'kam mojt. Çfarë bëj, çtu kom jetuar. Përbarimisht rrit si jetim i vetëm. Jetim jam rrit i vetëm. Donatori Burhan Hyseni shprehu kënaqësinë që pati mundësi t'i ndihmoj kësaj familje, ta se do të vazhdojë edhe më tutje me aktivitete të tilla. Se ke mundësi po, me vllahën tim, me Basrin, sigurisht nëse ke mundësi vazhdojmë. Kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri i falendroi vëllezërit Hyseni për këtë donacion, i cili vjen pas organizimit të mbrëmjes humanitare pak nganeshëm për ata në nëntor të vitit 2014. Ne do të vazhdojmë me aksionin solidar fal donacioneve që po vinë si njerëz si Burhani dhe familja e tij që ndajnë nga pasuria dhe nga tornat e familjes për të ndihmuar familjet skamnore. Nga fondi i komunës ne jemi në rindërtim të 38 objekteve, do të vazhdojmë qirat për 40 familje dhe natyrisht edhe 6 shtëpi pritën gjatë verës të fillojnë ndërtohen dhe 6 përfitues tashmë janë vetëm zgjedhën, do të konkretizohen gjatë javën vijim. Në mbrëmjen humanitare pak nganeshëm për ata të organizuar në përkujdesin e kryetarit Haziri, u premtua ndërtimi 11 shtëpive, ndërsa pas kësaj u lajmëruan edhe 26 donatorë të tjerë duke u trefishuar premtimi publik. Lajmet mund t'i gjeni edhe në portalin tonë, RTV21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, Mirë Beçi me programet tona në vazhdim.